Qyteti quhej Valemora, një metropol bregdetar në kufirin mes luksit të shfrenuar dhe realitetit të ashpër. Rokaqiet prej xhami ngriheshin mbi lagje të vjetra me mure guri dhe balkone të ndryshkura. Jahtet miliardësh e qëndronin të ankoruara përballë shtëpive ku dritat fikeshin herët për të kursyer energjinë. Ishte një vend kontrastesh, ku paraja dhe mungesa e saj bashkëtonin në një tension të heshtur. Restoranti Luce di Mare ndodhej në një rrugë të qetë pranë portit të vjetër. Nuk ishte restorant i zakonshëm turistik. Ishte nga ata vende që njiheshin me rekomandime private, ku rezervimet bëheshin me muaj përpara dhe ku kamerierët trajnoheshin më shumë për etikën se sa për shërbimin. Dritat e varura mbi tarac lëshonin një ndriçim të artë, ndërsa brenda, pianisti luante melodi të buta që përziheshin me zhurmën e lehtë të gotave kristal. Atë mbrëmje, në një tavolinë pranë dritares së madhe që shikonte nga deti, ishte ulur një burr që shumë pak njerëz në atë sallë e njihnin. Ai ishte një nga figurat më të fuqishme në botën e investimeve globale. Një njeri që kishte ndikuar tregje, kishte rrëzuar kompani dhe kishte ndërtuar perandori teknologjike nga hiçi. Pasuria e tij matej me 10 miliarda. Emri i tij përmendej në konferenca ekonomike dhe në mbledhje qeverish. Por atë mbrëmje ai kishte ardhur vetëm, pa truproja, pa lajmërim, pa bujë. Kishte zgjedhur të ulej në një cep që i jepte pamje të plotë të sallës. Ishte zakoni i vjetër. Ai gjithmonë pozicionohej aty ku mund të shihte gjithçka. Nuk ishte paranoj. Ishte instinkt. Kamarierja që ju afrua për porosin quhej Arvena. Ishte rreth të 27 vjeçe, me flokë të errët të mbledhura pas koke dhe me një fytyrë që nuk kërkonte miratim. Nuk kishte buzëqeshjen e egzageruar të atyre që jetojnë nga bakshishet. Qëndronte drejt, me supe të hapura, me sy të kthjellët dhe me lëvizje të qarta. Çdo hap i saj duke i menduar, çdo gjest i matur. Ai e vuri re me njëherë. Jo sepse ishte e bukur, megjithse ishte, por sepse nuk kishte asnjë shenjë pasigurie. Në vende si ai restorant, shumica e kamerierëve, pavarësisht profesionalizmit, kishin një tension të brendshëm kur shërbenin klient të rëndësishëm. Ajo nuk kishte. Kur ai kërkoi rekomandim për verën, Arvena foli me zë të ulët, të qëndrueshëm, pa e tepruar me fjalë teknike. Nuk u përkul më shumë se ç'duhej. Nuk kërkoi kontakt sy më sy për ta impresionuar. Thjesht bëri punën e saj me një lloj përqendrimi që të kujtonte kirurgët. Mbrëmja vazhdoi normalisht. Tavolinat u mbushën. Qeshjet u përzien me muzikën. Jashtë, dritat e portit pasqyroheshin në ujë si shirita të artë që lëkundeshin me dallgët. Dhe pastaj brenda pak sekondash gjithçka ndryshoi. Dera kryesore u hap me forcë. Një zhurmë metalike përplasi qetësinë e sallës. 3 burra me maska të zeza hyn me hapa të shpejt. Njëri mbante armë, tjetri një çantë të madhe sportive. I treti lëvizte me sytë në çdo cep të dhomës. Pianisti ndaloi në mes të notës. Një gotë ra në dysheme dhe u coptua. Poshtë, të gjithë poshtë, bërtiti njëri prej tyre. Klientët reaguan siç reagojnë zakonisht njerëzit kur përballen me rrezik të papritur. Panik, lëvizje të çrregullta, frymëmarrje të shpejtuara, britma të mbytura. Disa u përkulën me njëherë, të tjerë mbetën të ngrirë për një moment para se të kuptonin realitetin. Miliarderi nuk lëvizi me njëherë. Ai ngriti syt ngadalë dhe vëzhgoi. Arvena qëndronte pranë një tavoline në qendër të sallës. Në vend që të bërtiste apo të vraponte, ajo uli shpatullat lehtë dhe ngriti duart në një lëvizje të qetë, pa dram. Fytyra e saj nuk tregonte panik. Nuk kishte dridhje në gishta. Sytë e saj lëvizni me kujdes, duke vlerësuar distancat, pozicionet, njerëzit që kishin mbetur në këmbë. Një nga grabitësit ju afrua arkës. Tjetri filloi të mblidhte orë, telefona, kuleta nga tavolinat më të afërta. Zhurma e qeseve plastike dhe frymëmarrjet e friksuara mbushën hapësirën. Një grua pranë dritares filloi të qante me zë të lartë. Një burr u përpoq të ngrihej, por u shty me forcë në dysheme. Arvena bëri diçka që askush nuk e priste. Ajo u përkul pranë gruas që po qante dhe me një zaq të ulët sa mezi dëgjohej, i tha diçka. Fjalët nuk ishin heroike. Ishin të thjeshta, të qarta, qetësuese. Gruaja filloi të merrte frymë më thellë. Pastaj, kur një nga grabitësit ju afrua, ajo ja dorëzoi me qetësi qelsat e arkës rezervë.
duke shmangur çdo lëvizje të papritur. Nuk kishte sfidë në sytë e saj. As dorëzim, thjesht kontroll. Miliarderi e pa të gjithë skenën me një vëmendje klinike. Ai kishte parë kriza financiare që rrëzonin tregje brenda minutash. Kishte parë që dridheshin përballë një hetimi. Kishte parë politikan që humbnin qetësinë në debate. Por ajo që po shihte tani ishte diçka tjetër. Stabilitet në mes të kaosit, grabita zgjati më pak se 4 minuta. 4 minuta që për disa dukeshin si një orë. Kur grabitësi dolën me vrap, duke lënë pas një sallë të tronditur, heshtja që pasoi ishte rënd. Sirenat e policisë dëgjoheshin larg. Njerëzit filluan të lëviznin ngadalë. Dikush po kërkonte telefonin. Dikush tjetër kontrollonte nëse ishte lënduar. Arvena u ngrite para plotësisht në këmbë. Ajo kontrolloi tavolinat një nga një, duke pyetur shkurt nëse dikush kishte nevojë për ndihmë mjekësore. Nuk po përpiqej të dukej heroike, po bënte punën e saj. Miliarderi u ngrit më në fund. Ai e pa teksa ajo mblodhi një gotë të thyer nga dyshemeja me një kujdes pothuaj meditativ. Ai nuk tha asgjë atë natë. Pagoi faturën, la një shumë të konsiderueshme si bakshish dhe doli në heshtje. Por në mendjen e tij, diçka kishte filluar të formësohej. Të nesërmen lajmi I grabitjes u përhap në media lokale. Një restorant luksoz, grabitje armatosur, asnjë I plagosur. Një incident me shumë të tjerëve në një qytet të madh. Askush nuk e dinte që një nga dëshmitarët kishte marrë një vendim që do të ndryshonte jo vetëm jetën e një kamariereje, por strukturën e një sistemi të tërë. 3 javë më vonë, një fond investimesh ndërkombëtar njoftoi krijimin e një programi global për trajnimin e menaxhimit të krizave në sektorin e shërbimeve. Programi do të financohej me $100 miliona dhe do të ofronte bursa për punonjës të zakonshëm me aftësi të jashtëzakonshme në situata presioni. Në konferencën për shtyp, miliarderi foli shkurt. Ai nuk përmendi emra, nuk përmendi restorantin, por tregoi historinë e një gruaje që në mes të një grabitjeje kishte zgjedhur qetësinë mbi panikun dhe racionalitetin mbi frikën. Bota jon, tha ai, është ndërtuar mbi ata që bërtasin më fort. Ndoshta ka ardhur koha të investojmë tek ata që qëndrojnë më të qetë. Pak muaj më vonë, Arvena mori një email zyrtar. Ishte ftesë për një intervistë në selin qendrore të fondit në një kryeqytet evropian. Ajo mendoi fillimisht se ishte mashtrim. Nuk ishte. Intervista nuk ishte për një punë si kamariere. Ishte për një program drejtuesish të rinj në menaxhimin e krizave, me trajnim në psikologji, logjistik dhe leadership. Ajo nuk e kuptoi menjëherë pse ishte përzgjedhur. Derisa në fund të takimit, dera e sallës u hap dhe brenda hyri ai burr me kostum gri që kishte qëndruar pranë dritares atë natë. Ai e pa drejt në sy dhe I tha vetëm një fjali. Disa njerëz zbulojnë kush janë kur gjithçka shkon mirë. Ju e zbuluat kur gjithçka po shembej. Brenda 5 vitesh, programi u shtri në mbi 30 vende. U aplikua në spitale, aeroporte, shkolla, kompani teknologjike. Modelet e trajnimit u studiuan nga universitete prestigjioze. Organizata ndërkombëtare e përfshin në protokollet e tyre të emergjencës. Dhe në krye të një prej degëve më të rëndësishme të këtij programi ishte dikur kamarierja që kishte mbledhur gotat e thyera me duar të palëkundura. Veprimi I miliarderit nuk ishte një donacion I zakonshëm. Ishte një zhvendosje fokusi globale. Nga idolizimi I zhurmës tek vlerësimi I qetësisë. Media e quajti një revolucion të heshtur. Tregjet reaguan. Investitorë të tjerë ndoqën modelin. Qeveri të ndryshme nisën iniciativa të ngjashme. Koncepti I qetësisë operative u bë term I përditshëm në botën e biznesit. Dhe gjithçka kishte nisur në një mbrëmje vere në një restorant buzë detit, ku shumica pan armën, por një njeri pa karakterin. Valemora nuk ishte më I njëjti qytet për të. Edhe pse asgjë në pamje të parë nuk kishte ndryshua. Restoranti vazhdonte të hapej çdo mbrëmje. Pianisti të luante të njëjtat melodi. Jahtet të lëkundeshin në port si simbole të një luksi të pandalshëm. Turistët harruan shpejt. Lajmet u zhdukën nga cikli mediatik brenda pak ditësh. Por për Arvenën, ajo natë nuk ishte thjesht një incident pune. Ishte një pikë referimi e brendshme, një vije padukshme që ndante jetën e saj në para dhe pas. Ftesa për intervistë kishte ardhur në një email të shkurtër,
me logo korporative dhe gjuhë të kujdesshme ligjore. Nuk kishte detaje emocionale, as ndonjë referencë të drejtë për grabitjen. Vetëm një formulim i thatë: jeni identifikuar si kandidate me potencial të jashtëzakonshëm për menaxhimin e situatave të presionit të lartë. Në fillim ajo mendoi se ishte ndonjë gabim administrativ. Ajo ishte thjesht një punonjëse shërbimi me orar të zgjatur dhe këmbë të lodhura në fund të çdo nate. Megjithatë, diçka brenda saj e shtyu të pranonte. Selia e fondit ndodhe në një distrikt financiar të një kryeqyteti verior, mes ndërtesave prej qeliku dhe xhami që reflektonin qiellin gri si pasqyrë ftohtë. Ajo u ndje e vogël përballë hyrjes monumentale, por jo e frikësuar. Kishte mësuar të mos trembej nga hapësirat e mëdha. Frika shpesh ishte vetëm interpretim. Intervista nuk ishte klasike. Nuk ishte pyetje për CV-n, as për planet 5-vjeçare. Ajo u përball me simulime, video të situatave emergjente, skenar hipotetik me të dhëna të paplota, pyetje që kërkonin jo zgjidhje perfekte, por reagim të strukturuar. Në çdo rast, ajo nuk nxitonte. Merrte disa sekonda heshtje para se të përgjigjej. Vlerësonte rrezikun, përcaktonte prioritetet, mendonte për njerëzit përpara procedurave. Në fund, kur miliarderi hyri në sallë, atmosfera ndryshoi pa pasur nevojë për prezantim formal. Ai nuk buzëqeshi shumë, thjesht ul përballë saj dhe vështroi me të njëjtin fokus si atë mbrëmje në restorant. Njerëzit mendojnë se leadershipi është zë i lartë, tha ai me ton të qetë. Por në kriza, leadershipi është ritëm. Ju e mbani ritmin. Ajo nuk u përgjigj menjëherë. Nuk kishte mësuar të fliste për veten në mënyrë madhështore. Thjesht tha se kishte bërë atë që duhej bërë. Ai dukej sikur e priste pikërisht atë përgjigje. Programi filloi disa javë më vonë. Trajnimi ishte intensiv, pothuaj brutal në disiplinën e tij. Psikologji e krizës, analizë rreziku, logjistik emergjencash, komunikim nën presion, simulime me zhurma, me drita të forta, me kohë të kufizuar. Shumë prej kandidatëve ishin një ushtarak, menaxher korporatash, specialist sigurie. Ajo ishte vetmja që vinte nga sektori i shërbimit të thjeshtë. Në fillim e pan me skepticizëm, pastaj me kurreshtje, më vonë me respekt. Ajo nuk kërkonte të dominonte diskutimet, por kur fliste, fjalia e saj kishte peshë. Nuk përdorte fjalë të mëdha, fliste për qartësi, për prioritete. Për faktin që në çdo krizë, dikush duhet të jetë pika e qëndrueshme ku të tjerët mbështeten. Miliarderi e ndiqte progresin nga distanca. Nuk ndërhynte në çdo detaj, por programi ishte projekti i tij personal. Ai kishte kaluar vite duke investuar në inteligjencë artificiale, në infrastrukturë, në platforma digjitale që lidhin kontinente. Tani po investonte në diçka më pak të matshme, stabilitet njerëzor. Brenda një viti, fondi krijoi qendra trajnimi në disa vende të ndryshme. Spitale që kishin përjetuar kolaps gjatë emergjencave filluan të adoptonin protokolle të reja. Aeroporte në qytete të mëdha implementuan trajnime për personelin civil. Kompani teknologjike që përballeshin me sulme kibernetike filluan të përfshin menaxhim emocional në planin e tyre të reagimit. Termi qetësi operative filloi të shfaqej në raporte akademike dhe konferenca ndërkombëtare. Media e trajtoi fillimisht si trend kalimtar, pastaj si model inovativ, më vonë si standard të ri. Arvena u vendos në krye të një prej njësive pilot në një rajon me histori trazirash sociale. Ajo nuk e pa rolin si promovim personal, e pa si përgjegjësi. Çdo trajnim që drejtonte fillonte me të njëjtin parim. Frika është reagim natyror. Paniku është zgjedhje pa organizuar. Midis tyre ekziston një hapësirë e vogël ku vendoset drejtimi. Një vit më vonë, një tërmet i fuqishëm goditi një qytet të madh në një kontinent tjetër. Infrastrukturat u dëmtuan, komunikimet u ndërprerën, spitalet u mbingarkuan. Në mes të kaosit, disa nga institucionet që kishin implementuar programin e fondit reaguan me strukturë të habitshme. Vendimet u morën me qartësi. Evakuimet u kryen me koordinim. Paniku u minimizua. Raportet ndërkombëtare vunë re diferencën. Emri i miliarderit u përmend sërish në media. Por këtë herë jo për blerje kompanish apo marrëveshje miliardëshe.
U përmend si iniciatori i një investimi në kapitalin më të brisht dhe më të fuqishëm njëkohësisht, stabiliteti njerëzor. Megjithatë, ai vetë nuk kërkoi sken. Në intervistat e rralla përsëriste të njëjtën ide. Teknologjia përshpejton botën. Njerëzit e qetë e mbajnë atë nga shpërbërja. Ndërkohë, në një zyrë dritare të mëdha dhe tryes të thjesht druri, Arvena po përgatiste një modul të ri trajnimi. Ajo ende kujtonte zhurmën e derës që u përplas atë natë në restorant. Ende kujtonte frymëmarrjen e gruas që qante. Ende kujtonte momentin kur vendosi të mos lejonte frikën të merrte drejtimin. Nuk e kishte menduar kurrë se ajo zgjedhje e brendshme do të ndikonte struktura globale. Por ndikimi rrallë lind nga qëllimi për madhështi. Shpesh lind nga refuzimi për të dorëzuar ndaj kaosit. 5 vjet pas grabitjes, Valemora organizoi një forum ndërkombëtar mbi menaxhimin e krizave urbane. Në sallën kryesore, përballë qindra ekspertëve, ajo mbajti një fjalim pa patos. Folës të tjerë përdorën grafika, statistika, modele teorike. Ajo foli për një të vërtet të thjeshtë. Njerëzit kërkojnë dikë që të mos dridhet kur toka lëkundet. Në fund të forumit, ndërsa duartrokitjet mbushën sallën, miliarderi qëndroi në rreshtin e fundit. Nuk doli në skenë. Nuk kërkoi njohje publike. Ai e dinte se veprimi i tij më i madh nuk ishte qenë krijimi i fondit, por njohja një cilësie që shumica do ta kishin injoruar. Bota shpesh tronditet nga skandale, nga deklarata, nga kriza financiare, por ndonjëherë ajo tronditet edhe nga diçka më e heshtur. Një ndryshim paradigme. Dhe ky ndryshim kishte nisur në një mbrëmje vere, kur një kamarierje nuk ju drodhën duart. Pas forumit në Valemora, rrjedha e ngjarjeve mori një dimension që askush nuk e kishte parashikuar plotësisht. Ajo që nisi si një iniciativë private filantropike u kthye gradualisht në një model që filloi të ndikonte politika publike, struktura sigurie dhe mënyrën si korporatat e mëdha trajtonin rrezikun njerëzor. Në muaj që pasuan, disa qeveri nisën të kontaktonin fondin për partneritete zyrtare. Fillimisht me kujdes, pothuajse me skepticizëm. Në botën institucionale, çdo gjë shihet me dyshim, sidomos kur buron nga sektori privat, por rezultatet ishin të matshme. Të dhënat tregonin ulje të panikut kolektiv gjatë emergjencave, reduktim të gabimeve operative dhe koordinim më efikas në situata presioni ekstrem. Arvena udhëtonte shpesh nga qytete me infrastrukturë moderne e deri në rajone ku ndërtesat publike mbanin ende gjurmë konfliktesh të vjetra. Ajo nuk e ndryshoi stilin e saj. Nuk adoptoi ton akademik të rënd, as gjuhë motivuese artificiale. Fliste për struktura të thjeshta. Frymëmarrje rend prioritetesh, komunikim të qartë, eliminim të zhurmës emocionale në moment vendimtar. Në një qytet aziatik të goditur nga përmbytjet të shpeshta, programi u testua në një simulim masiv me mijëra pjesëmarrës. Kur alarmet e rreme u aktivizuan dhe turma filloi të lëvizte, ekipet e trajnuara arritën të stabilizonin situatën brenda minutash. Media lokale e quajti reagimi padukshëm por vendimtar. Raporti u përhap në kanale ndërkombëtare. Ndërkohë në qarqet financiare, veprimi i miliarderit filloi të shihej si më shumë se filantropi. Investitorë të tjerë nisën të krijojnë fonde të ngjashme për qëndrueshmëri sociale. Koncepti i kthimit mbi investimin nuk matej më vetëm në fitim financiar, por në reduktim kaosi. Analistët filluan të flisnin për kapital stabiliteti si faktor ekonomik real. Megjithatë, jo të gjithë e pritën mirë këtë zhvendosje. Disa korporata sigurie private e pan programin si kërcënim për biznesin e tyre. Për dekada, industria e tyre kishte operuar mbi frikën dhe mbi reagimin e armatosur. Tani po promovohej ideja se forca e parë nuk është arma, por qetësia strukturore. Artikuj kritik u botuan në disa media, duke akuzuar fondin për idealizëm të rrezikshëm. Miliarderi nuk reagoi publikisht. Ai ishte mësuar me kundërshtime, por këtë herë ai bëri diçka që befasoi edhe bashkëpunëtorët e tij më të afërt. Ai publikoi të gjitha të dhënat e programit në platformë të hapur, duke lejuar studiuesit, kritikët dhe institucionet të analizonin metodologjinë pa kufizime. Transparenca i ndryshoi tonin debatit. Universitete prestigjioze nisën studime të pavarura. Rezultatet konfirmuan se ndërhyrja në menaxhimin emocional kolektiv kishte ndikim real në uljen e dëmeve gjatë krizave.
Termi reziliencë operative hyri në literaturë zyrtare. Arvena ndërkohë filloi të përballej me një lloj tjetër presioni: personalizimin e suksesit. Media kërkonte histori frymëzuese, portrete njerëzore, intervista me detaje dramatike. Ajo shmangu shumicën e tyre. Nuk donte që programi të kthehej në histori individuale heroizmi. Thelbi ishte sistemi, jo figura, por një intervistë vetëm ndryshoi narrativën. Në një emision global me audiencë të gjerë, ajo u pyet se çfarë kishte menduar realisht gjatë grabitjes atë natë. Pas një pauze të gjatë, ajo tha diçka që u citua gjerësisht: "Nuk mendova për guxim, mendova për përgjegjësi. Dikush duhej të mos përhapej nga frika. Vetëm kaq." Fjala përgjegjësi u bë qendra e diskutimit publik. Në një epokë ku shumë lider shmangnin përgjegjësinë, ideja që stabiliteti nis nga ndjenja e detyrës individuale mori jehon të fortë. Një vit më vonë, një krizë financiare goditi disa tregje rajonale. Paniku digjital u përhap me shpejtësi përmes rrjeteve sociale. Tregjet filluan të lëkunden. Në disa institucione që kishin implementuar protokollet e reja, drejtuesit aplikuan parimet e njëjta. Komunikim i qartë, eliminim spekulimesh, fokus në të dhëna konkrete. Ndërsa disa tregje pësuan kolaps, të tjerat u stabilizuan më shpejt se parashikimet. Analistët filluan të flisnin për një efekt zinxhir që kishte filluar vite më parë në një restorant buz deti. Miliarderi, në një mbledhje të brendshme bordi, e përmblodhi ndryshimin me një fjalë të shkurtër: "Ne investuam në nervin qendror të shoqërisë." Megjithatë, ndikimi më i thellë nuk ishte në tregje apo institucione. Ishte në individ. Në shkolla ku programi u adoptua, mësuesit raportuan ulje të incidenteve gjatë situatave tensioni. Në spitale, infermierët ndiheshin më të përgatitur për vale emergjencash. Në aeroporte, personeli reagonte me më pak konfuzion gjatë ndërprerjeve teknike. Pas forumit në Valemora, rrjedha e ngjarjeve mori një dimension që askush nuk e kishte parashikuar plotësisht. Ajo që nisi si një iniciativë private filantropike u kthye gradualisht në një model që filloi të ndikonte politika publike, struktura sigurie dhe mënyrën si korporatat e mëdha trajtonin rrezikun njerëzor. Në muaj që pasuan, disa qeveri nisën të kontaktonin fondin për partneritete zyrtare. Fillimisht me kujdes, pothuajse me skepticizëm. Në botën institucionale, çdo gjë shihet me dyshim, sidomos kur buron nga sektori privat. Por rezultatet ishin të matshme. Të dhënat tregonin ulje të panikut kolektiv gjatë emergjencave, reduktim të gabimeve operative dhe koordinim më efikas në situata presioni ekstrem. Arvena udhëtonte shpesh nga qytete me infrastrukturë moderne e deri në rajone ku ndërtesat publike mbanin ende gjurmë konfliktesh të vjetra. Ajo nuk e ndryshoi stilin e saj, nuk adoptoi ton akademik të rënd, as gjuhë motivuese artificiale. Fliste për struktura të thjeshta, frymëmarrje rend prioritetesh, komunikim të qartë, eliminim të zhurmës emocionale në moment vendimtar. Në një qytet aziatik të goditur nga përmbytje të shpeshta, programi u testua në një simulim masiv me mijëra pjesëmarrës. Kur alarmet e rreme u aktivizuan dhe turma filloi të lëvizte, ekipet e trajnuara arritën të stabilizonin situatën brenda minutash. Media lokale e quajti reagimi padukshëm por vendimtar. Raporti u përhap në kanale ndërkombëtare. Ndërkohë në qarqet financiare, veprimi i miliarderit filloi të shihej si më shumë se filantropi. Investitorë të tjerë nisën të krijojnë fonde të ngjashme për qëndrueshmëri sociale. Koncepti i kthimit mbi investimin nuk matej më vetëm në fitim financiar, por në reduktim kaosi. Analistët filluan të flisnin për kapital stabiliteti si faktor ekonomik real. Megjithatë, jo të gjithë e pritën mirë këtë zhvendosje. Disa korporata sigurie private e pan programin si kërcënim për biznesin e tyre. Për dekada, industria e tyre kishte operuar mbi frikën dhe mbi reagimin armatosur. Tani po promovohej ideja se forca e parë nuk është arma, por qetësia strukturore. Artikuj kritik u botuan në disa media, duke akuzuar fondin për idealizëm të rrezikshëm. Miliarderi nuk reagoi publikisht. Ai ishte mësuar me kundërshtime, por këtë herë ai bëri diçka që befasoi edhe bashkëpunëtorët e tij më të afërt. Ai publikoi të gjitha të dhënat e programit në platformë të hapur,
duke lejuar studiuesit, kritikët dhe institucionet të analizonin metodologjinë pa kufizime. Transparenca i ndryshoi tonin debatit. Universitete prestigjioze nisën studime të pavarura. Rezultatet konfirmuan se ndërhyrja në menaxhimin emocional kolektiv kishte ndikim real në uljen e dëmeve gjatë krizave. Termi reziliencë operative hyri në literaturë zyrtare. Arvena ndërkohë filloi të përballej me një lloj tjetër presioni: personalizimin e suksesit. Media kërkonte histori frymëzuese, portrete njerëzore, intervista me detaje dramatike. Ajo shmangu shumicën e tyre. Nuk donte që programi të kthehej në histori individuale heroizmi. Thelbi ishte sistemi, jo figura, por një intervistë vetëm ndryshoi narrativën. Në një emision global me audiencë të gjerë, ajo u pyet se çfarë kishte menduar realisht gjatë grabitjes atë natë. Pas një pauze të gjatë, ajo tha diçka që u citua gjerësisht. Nuk mendova për guxim, mendova për përgjegjësi. Dikush duhej të mos përhapej nga frika. Vetëm kaq. Fjala përgjegjësi u bë qendra e diskutimit publik. Në një epokë ku shumë lider shmangnin përgjegjësinë, ideja që stabiliteti nis nga ndjenja e detyrës individuale mori jehon të fortë. Një vit më vonë, një krizë financiare goditi disa tregje rajonale. Paniku digital u përhap me shpejtësi përmes rrjeteve sociale. Tregjet filluan të lëkunden. Në disa institucione që kishin implementuar protokollet e reja, drejtuesit aplikuan parimet e njëjta. Komunikim i qartë, eliminim spekulimesh, fokus në të dhëna konkrete. Ndërsa disa tregje pësuan kolaps, të tjerat u stabilizuan më shpejt se parashikimet. Analistët filluan të flisnin për një efekt zinxhir që kishte filluar vite më parë në një restorant buz deti. Miliarderi, në një mbledhje të brendshme bordi, e përmblodhi ndryshimin me një fjalë të shkurtër: ne investuam në nervin qendror të shoqërisë. Megjithatë, ndikimi më i thellë nuk ishte në tregje apo institucione. Ishte në individ. Në shkolla ku programi u adoptua, mësuesit raportuan ulje të incidenteve gjatë situatave tensioni. Në spitale, infermierët ndiheshin më të përgatitur për vale emergjencash. Në aeroporte, personeli reagonte me më pak konfuzion gjatë ndërprerjeve teknike. Gradualisht, ideja që qetësia është aftësi e trajnueshme, jo tipari lindur, filloi të zëvendësonte mitin e njeriu të fortë që vepron me impuls. Një mbrëmje, disa vite pas grabitjes, Arvena u kthye në Luce di Mare. Restoranti kishte ndryshuar pak në dekor, por atmosfera mbetej e njëjtë. Ajo u ul në të njëjtën tavolinë pranë dritares. Nuk kishte kamera, nuk kishte ceremoni, vetëm një gotë verë dhe zhurma e butë e detit. Miliarderi erdhi pak më vonë. Ashtu si herën e parë, pa eskort. Ata nuk folën gjatë për suksesin global, as për statistikat. Biseda ishte e thjeshtë. Ai e pyeti nëse do ta kishte bërë sërish të njëjtën zgjedhje atë natë. Ajo u mendua për disa sekonda. Po, tha më në fund, sepse nuk ishte zgjedhje për të ndryshuar botën. Ishte zgjedhje për të mos e lënë frikën ta ndryshonte momentin. Ai miratoi me kokë. Në sytë e tij nuk kishte triumf, kishte konfirmim. Bota shpesh tronditet nga veprime spektakolare, nga deklarata të forta, nga kriza që shpërthejnë në tituj kryesor. Por ndonjëherë ajo tronditet më thellë nga një investim i heshtur në karakter. Dhe ai investim vazhdonte të jepte efekt, jo si vale fort që përplaset në breg, por si rrymë e padukshme që ndryshon drejtimin e detit. Pas mbrëmjes në restoran dhe dekadave të pasigurive të ndryshme globale, ndikimi i asaj natë ushtri më tej se çdo parashikim. Programi i trajnimit kishte formuar një rrjet global të njerëzve të trajnuar për të vepruar pa panik, për të vendosur qetësi mbi frikën dhe për të organizuar çdo krizë me prioritetin e duhur. Spitale, aeroporte, shkolla, kompani teknologjike dhe madje edhe organizata qeveritare filluan të ndërtonin protokollet e tyre mbi të njëjtat parime, një formë e re e reziliencës operative, që transformonte jo vetëm mënyrën se si reagonte shoqëria, por edhe mënyrën se si njerëzit vetë perceptonin veten në situata ekstreme. Arvena, tani një lider i respektuar në këtë rrjet, vazhdonte të udhëtonte, të trajnonte dhe të ndiqte ndikimin e një zgjedhjeje të thjeshtë, të mos lejonte frikën të merrte kontrolli. Ajo kishte kuptuar që qetësia e saj, ajo heshtje e brendshme që e dallonte nga shumica e të tjerëve atë natë në restorant, ishte një forcë më e madhe se çdo armë,
çdo strategji financiare apo çdo plan emergjence teknologji. Miliarderi e ndiqte nga larg. Nuk kishte nevojë për publicitet. Ai e dinte që investimi i tij më i madh nuk ishte në kompani, nuk ishte në aksione, nuk ishte në projekte spektakolare. Ai ishte investimi në aftësinë njerëzore për të qëndruar e qetë, për të mbajtur strukturën në mes të kaosit dhe për të marrë vendime të sakta kur gjithçka tjetër duket se shpërbëhet. Kur historia e asaj nate dhe rrjetit global filloi të përhapet, njerëzit filluan të kuptonin se heroizmi nuk është gjithmonë spektakolar. Heroizmi mund të jetë një zgjedhje e heshtur, një qetësi e qëndrueshme, një përgjegjësi që mbetet e pathënë. Dhe kjo zgjedhje, e bërë nga një kamarierje që nuk e dinte as që po formonte fatin e mirë a njerëzve, ndryshoi botën. Valemora, restoranti Buz Detit, dhe ai momenti i heshtur kur dikush nuk lejoi që frika ta përmbyste, mbetën shenjë një realiteti që shumë nuk e shihnin. Se fuqia e vërtet shpesh gjendet tek ata që zgjedhin të qëndrojnë të qetë kur gjithçka tjetër shpërbëhet. Dhe kështu një veprim i vogël, një zgjedhje e heshtur, pati fuqinë të trondiste botën, një shembull i thjeshtë, por i fuqishëm se qetësia mund të jetë më e rrezikshme dhe më e fuqishme se çdo armë ose titull. Historia përfundoi aty ku filloi, me një zgjedhje të heshtur që ndryshoi gjithçka. Ndërsa njerëzit vazhduan të jetonin jetën e tyre, shumë prej tyre nuk e dinin se qetësia e një gruaje të zakonshme kishte lënë gjurmë në mënyrën se si bota e përballonte frikën, kaosin dhe emergjencën, dhe kjo ishte më shumë se sa ndonjë $1 milion, më shumë se sa ndonjë titull, më shumë se sa ndonjë emër që mund të mbahej mend. Ajo ishte fuqia e heshtjes që ndryshon fatet.